me mbretëri u martuam. Kjo nuk ishte qef, të fshatin. Shku nuk ishte për ja ca kohë. Se unë ishe për familjen. Iko dhe ose të më shtuk, po fshe. Tha në tha, ylli tha unë do të pasë të zesta, do të qëmi pasë të të kashë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do të shkojmë në Bupq, në një fshat këtu në Shqipëri, dhe do hap dritaren për Ylli Hoxhën, një baba i cili fatkeqësisht pas divorcit ka humbur çdo kontakti me vajzën e tij 14 vjeçare. Në mirëbesim, i dha ish gruas një prokur për të shkuar me pushime në Itali në vitin 2023 dhe prej asaj kohe, qershor 2023, ky baba nuk i ka dëgjuar zërin vajzës dhe nuk ka asnjë informacion se çfarë po ndodh me fatin e saj në shtetin italian. Unë do hap dritaren dhe do ftoj Yllin, i cili ditën e sotme do i bëj një thirrje ish gruas së tij me shpresën që ajo mund ta ndjekë këtë live, po padyshim do t'rregoj martesën, dashurinë dhe divorcin. Kështu që e ftoj. Ylli, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit, përshëndetje, po. Faleminderit. Më ke telefonuar, kemi folur bashk disa minuta në telefon dhe ditën e sotme ti kërkon të denoncosh ish gruan se të ka marrë vajzën në Itali dhe ti s'ke asnjë kontakt. Ta denuncoj tek juve, se unë denuncime kam bërë në shtet, po shteti është vetëm për ata që kanë para, që kanë shumë para, këto nuk shteti nuk funksionon tek neve. Kam bërë sa angjësore vlas për këtë çështje. Në Tiranë, të shkalla parë jurisdiksionin përgjithshëm në Tiranë, që nëse s'ka më gjykat kurrë është në Tiranë tash. Por të lutem Ylli, mund të më tregosh çfarë ka ndodhur me ish gruan tënde, si ajo ta mori vajzën dhe ta pengon sot ta takosh dhe ti s'ke asnjë lloj informacioni? Po të shpjegoj, po. Unë shiko, martuar me të ish gruan dhe nisi një fëmijë. Fëmija ka litur në Shqipëri. Edhe se kam jetuar ca vite në Greqi, kupton, edhe kështu refugjat në Greqi si thosh. Edhe kaq, nëse pak rëndësi ka. Edhe lindi vajzën, normalisht shqyrtohet mirë edhe po të shihim njëtën e fshat, apo jo. Unë të shih fshati normal ka punë, fshati ka punë dhe s'ka lekë, se s'ka para, kupton, nuk jetë në qytet. Edhe kjo lindi vajza dhe mbas 4 vitesh, vajza kjo ish gruaja fut në punë. Në punë tek një kështu punishte që i themi ne këto është, i them to çantë karton, çantë për dhuratë, që shkojnë nga Italia, vi kartoni i hapur. Dhe këta bëjnë kështu, kujtën e palosin, bëjnë çantë dhe shkojnë për Itali. Është një film italiane këtu në Fushkryj. Ju Ylli, çfarë viti jeni martuar? Në 2007. Në 2007. Në çfarë fshati jeton? Çfarë fshati jetoj? Unë? Po. Unë jetoj në fshati Mazhe Madhe, quhet zona administrative Bupq. Në Bupq, të ke dëgjuar Bupq për Bupq. Po, e kam dëgjuar. Kjo ka qenë një martesë, më lejon ta bëjmë bashkë bisedim dhe të pyes. Kjo ka qenë një martesë me mbledhëri apo me dashuri? Me mbledhëri. E qartë, ju u martua dhe jetonit në fshat. Ajo filloi punë, martesa shkonte shumë mirë, erdhi një jetë vajza. Këto është shtëpia ime në fshat, nuk ka pse, këto është këtu jetë në fshat, Po nuk ka asgjë të keqe të jetosh në fshat. Madje lum ju që jetoni në fshat për pastërtinë e ajrit e gjithçka. E kupton, edhe me mbledhëri u martuam. Edhe shiko, vajzë kemi nëse pse gjëse se nisi fëmijën njerëz me dashje se gjë se fëmia don të punon ca kohë, më kupton që të punon mas sa vitesh nisi fëmijën. Nëse fëmia nisi edhe lindi fëmia ka nitur me 8 nëntor 2011 vajza që kam. Edhe mas 3 vitesh që ishim bashkë këtu, kjo ish gruaja fut në punë, tek këto klasë shtatë e film italian si është aty. Ajo çanta dhuratë shumë për në Itali, karton, diçka tillë. Edhe vajzën e mbaj, unë kupton të shihë duhet të mburr, po të sa to unë ishte familja jonë, është familja ime, do të bëj shpos, normal. Unë spi ashtu alkool dhe jam shumë familjar. Edhe prandaj shumë edhe
Edhe shumë mirë, tash kjo nuk ishte qef, të fshatin. Nuk ishte qef fshatin, sa do. Edhe pas sa kohë shkum prapë në Greqi, po shkum në Greqi të prapë gjithë fëmijëve, shkum në Greqi për ja ca kohë. Me shumë me pasaportë, me mjës me pasaportë. Po. Edhe unë në Greqi kisha letët greke, po i kam ndjekur, nuk i rinovova letët greke. Edhe shkoj në Greqi shumë me pasaportë dhe një ca kohë ndella, ja dhe prapë në Shqipëri. Edhe rregulluam shtëpinë tonë këtu sepse është shtëpi dy kaçe, ku e martuar në Arturën katën e parë. Katë e dyshë ishte pa rregulluar. Rregulluam katën e dytë, e kupton? I kupton që jetoj, ka dytë është e jone, se poshtë jetë babai. Edhe nëse rregulluam katën e dytë akoma flas akoma s'kam marrë shtëpinë, kam ca punë akoma. Po më dhe jam mirë flas ca punë vëllë mobilimin e shtëpisë. Po. Edhe kjo sikur se aty te kjo puna që punonte, atë kishte vetëm gra ton. Edhe sa do të qit aty me pak një ish ide, mos s'kam ajo që ti dishon. Unë nuk jam sinqert, nuk jam kështu. Edhe aty sikur aty kjo sikur si të më ndryshe mendje ju rrit mendje, se të me pak e fjallë kupton, o sigur ju rrit mendje, sikur ndryshe paka shumë, kishte ajo respekt e dashuri që kishte. I dashuri Ylli, pra, ti po më tregon që sa nusja filloi punë, filloi të ndryshonte raportin me ty dhe pretendimet e saj që nuk donte të jetonte më në fshat. Edhe ka kupton, nuk ishte me pak që pos pati respekt s'ka as dashuri, nuk ishte respekt familjen tonë, nuk ishte respekt për mua, normal që po vini ka respekt është nëna vet, po nuk ishte respekt për mua shumë, nuk kishte më dashuri, aq respekt kish për njëri tjetër. Por kur themi Ylli, të lutem, i dashuri Ylli, kur themi nuk ishte respekt, çfarë bëri ajo që ti arrite ta kuptoje që nuk ishte më ajo e para? Po tash normal më të lutem tash derisa erdhi divorci, kërkoj divorc kaq. Po do ndam se me ty të nuk kam tha, nuk kam s'kam para shumë të gjë. Normal jemi shtresë mesën, kemi shtresë me lek shumë. I dashur Ylli, por ajo ishte martuar me ty dhe e dinte gjendjen tënde ekonomike. Ju sa vite qëndruat bashkë? Po e ditë po nga shiko, kemi qëndruar në 2007 në martuam dhe jemi divorcuar 10 vite bashkë, dhe 2017 është kemi bërë divorc. Po pra, por pas 10 vjetëve, një grua nuk mendon që unë s'do jetoj më me ty se ti nuk je i pasur. Ajo e dite që ti nuk ishe i pasur. Jetoje në fshat. Po normal, po që them të shikupton, të kërkoj e gruas, ish gruas time, jo mua, se ajo unë ishe për familje. Unë të dash dhe një, unë s'pi pak alkohol, nuk shpenzoj 100 lekë të vjetër, unë e kurseja, për shumë shtëpinë, s'jam pianez, nuk jam as duhan shtëpi, për shtëpinë nuk këtëm, se sa me këtëm nuk e tima, se për ne i mashtrua, jam shumë i zhgënjërë këtë ajo, i shmarë nëse mërë. Si ka qenë martesa juaj 10 vjeçare? Po ka qenë pasi fillimisht ishte e mirë, fillimisht ishte e mirë, dorë një tjetër respektonim edhe ka fillimisht. Mbasi kosh, mbasi lidhë fëmijën që futa sa futët të punë të kjo firma italiane. Të kartonet, të kartonet të kjo që ta shkruaj. Sa futët të ndryshojë, po se di që shara patë, shara flasë gjithë, sepse jam, Ylli, më fal që ndërpres, se jam dhe unë grua, dhe flasë dhe unë jemi në një grua e një nëne. Kur të ardhurat në familje rriten, unë mendoj se gjërat shkojnë më mirë. Juve ju rritën të ardhurat në familje një rrogë ekstra dhe juve gjërat ju përkeqësuan, e kundërta. Po tani shiko unë këtë se di unë të piti bëja është ishë, këto se thash një ishë grua, se jo mua këtën. I dashur Ylli, pas 10 viteve ajo të kërkoj divorcin, por çfarë ndodhi? Se ka ndodhur në një debat që ajo kërkoj të ndahej dhe iku prej teje. Po që ka ndodhur lutem të shihë kupton, më thash një jetë në fshati ka punë, të thotë të shema fshati ka punë, se ka futur një në kopësht, kupton një herë ka futur në kopësht, punë fshati ka punë,
S'ka nevojë të thotë çfarë fshat, edhe di shumë mirë më mirë se unë. Fshati ka punë, ose ka vënë në fshat, kupton? Prap, nuk e don në fshat, do të shikoj çfarë të bëjmë, nuk kisha i pasur. Vetëm martuar me kupton, por pas 10 vjetëve ajo pretendoi mos jetonte në fshat. E qartë e kuptoj. Por njeriu për të shpëtuar familjen, jo që të jetë mos jetonte në fshat, por nuk kishte respekt dhe dashuri, kupton, kjo ishte ajo e gjitha, jo se basi u futë punë tek ajo. Mbaroi dashuria. Po më tregon që mbaroi dashuria, nuk ishte shkaku fshati. Ajo nuk të donte më ty. Pak a shumë po, s'kishte respekt dhe dashuri po. Por si ta kërkoi ndarjen? Çfarë të tha? Ditën e fundit që ka qenë në shtëpinë tënde dhe më pas iku. Po shiko, të shoh thotë duhet të divorcojmë, thotë ai po në shtëpi dhe ka thënë shumë more të baban, more këto banë se ka babai ka djalë, vllai vet ka një makinë. Erdhi vllai vetë dhe mori me makinë e ikën në shtëpi, me gjithë vajzën. Por familjarët e saj, ish vjeri, vjera, ish kunati, ata si reaguan kur ajo kërkoi divorcin me ty? Normal, më kritike jo, pse nuk punon, pse nuk punon, do të punojmë se ka punë greshi, kupton. Tu këtu dhe të punojmë fshatë, do të punojmë atë kopës në fshatë, që kemi tash, kupton. Jo, nuk ke punë, s'ke para dhe kaq, për këtë gjëra. Pra, le të themi që ata të kishin akuzuar që ti nuk punoje dhe nuk nxirre të ardhura dhe ishte vetëm vajza e tyre që punonte. Ky ishte shkaku dhe motivi. Po, me fjalë me demek, me fjalë turke, me shkak po. Po. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ndodhi divorci, u divorcuat? Ajo ka qenë në gjykata e Krujës, hapi shansë gjyqësore për divorc në Krujë. U divorcoi në gjykatën e Krujës, dhe gjykata e Krujës vendosi divorcin, edhe unë me kisha të drejtë të shkoj vajzën, sepse kjo është drejtësia jote, kjo është shteti jonë. Alla gjykatën të shkoj vajzën një herë në muaj, për ditë premte, edhe të paguaja për vajzën unë detyrim ushqimor 5.000 lekë ose 5.000 lekë tjetra. Dhe kujdestaria? Do të shkoj vajzë një herë në muaj. Do të bëjë çfarë bëhet në Shqipëri, çfarë një në muaj edhe paguaj 5 lekë tjetra detyrim ushqimor. Kurse nëna kishte kujdestarinë e vajzës, ju la kujdestaria. Po. Kur nuk ishe dakord me këtë vendim gjykate, pse nuk apelove që të kishe të drejta takimi më të shpeshta me vajzën tënde? Se apelova, se apelova, se thash jemi një këtë hasë, po kurse lekët, po që atëm sepse këshvejmë, nuk kemi të pasur, se kam hedhë në apel jo. Edhe u divorcuam edhe në 2023. Por pa kaluar të 2023 dhe të dalim të problemi konkret. Nëna, ish gruaja ta pegonte vajzën, e zbatonte vendimin e gjykatës, e takoje ti vajzën një herë në muaj? Po, murë të gjykata po një herë në muaj, paguaj ato detyrim ushqimor, sa kishi, si ka paguar gjitha muaj, unë të se jam sinqert, do i kam paguar gjitha muaj, që ka pasë një histori, për edhe që është një histori shumë gjatë. Para se të divorconim neve, aty që iku nga shtëpia, iku dhe ose të mushduk, u fshet, në Tiranë. Tirana ka shumë vendi ku të me gjithë vajzët, edhe unë e kam kërkuar të takoj vajzën, po ishëm pa divorcuar me gjykatën. Ishëm pa urë gjykatën, pa divorcuar me gjykatën. Po. Edhe u shkoj në kom të policia më në fund e solli ato ish grona, gjere policia e Tiranës, jo e Krujës, edhe u realizu takimin, edhe aja më në fund hapi divorca, kjo ish gruaja dhe kaq. Pse gruaja u zhduk? Se nuk po e kuptoj Ylli, pse gruaja u zhduk? Ti më the erdhi vllai e mori me makinë, ajo nuk jetoi te prindrit e saj? Po pra, nuk shkoj, po, atë ditë ne të ndronja javë tek shtëpia babai vetë dhe mbrapa shkoj në Tiranë ku gjuna ajo. Po ka shkuar po, ik nga shtëpia e babait vetë shkoj në Tiranë me gjithë vajzën time dhe vajzën e vet. Por policia ku e gjeti?
Në Tiranë. Në Tiranë sepse kishte marrin një pak a shumë informacion ajo siç është rruga e Spitalit të Shtrak ose rruga e Spitalit të Shtrak, por është shkolla quhet shkolla e 28 nëntor, por është një shkollë se sa rruga aty po është krau teatër të shkolla aty. Aty po të shkollë kjo vajza ime. I qartë, ajo kishte nisur një jetë të re në Tiranë? Kishte nisur një jetë të re? Me martesë, po tash nuk e di unë të trut do të si do Nuk di çfarë ka bërë, jo me letra, këto tash se ka po po tash pak banale. Di se ka pas shok ajo, çfarë interes me shok ose se këto se di çfarë ka pasur, po me letra jo, s'ka pasur me letra. Po pra, se nuk ishte ndarë akoma me ty në atë kohë dhe s'mund të martohesh dot me një tjetër. Por në momentin që policia arriti ta gjente vajzën tënde këtu në Tiranë. Po pra, këto janë masi këto janë pas divorcit. Këto janë pas divorcit që ka bërë me letra. Sepse ajo më shumë poshtë hapi divorcit, këto masi pa që unë nuk pa vajzën hapi divorcit ajo. I qartë, por në momentin që ndodhi divorci, ta la vajzën të takoje, ta pegonte? Jo, në fillim jo. Edhe unë, shiko, pas nuk i kam paguar të gjithon të shi jam të zotë një zotë të mburëm, të gjithë që kam paguar lekët që ka vlerë për çdo muaj, po flas gjithë që kam mënë, po të shi kam mënë sa kishë mundësi. I qartë, detyrimin ushqimor nuk e ke paguar çdo muaj, por edhe në Jo, se kam mënë të gjithë, nuk burës gjithë se kam mënë jo. Por çfarë ndodhi? Si humbe kontaktet ti me vajzën? Po tani për në këto pas e kishte takim nuk realizon çdo muaj por. Nëse më çdo thuaj për herë dhe në 2023 të shih këto pra vazhdoi kjo takim. Në 2023 në qershor vajza ishte në klasë 5. Po. Në qershor kishte marrë pushim verore vajza. E qartë. Kjo ishte akoma në shkollë në maj, si ishte pa në shkollë në maj të 2023. Edhe që të takim në mujt maj, edhe si ma përmeti mu vajzë, babi thotë të qujtë në Itali, dhe për shëshit e mjetha, po i kitha për gjirë për Evropë në bëshku. Edhe në atë moment thashtë do të mendoj atë Eni vajzë, se vajzë ka emin Eni. Edhe do të mendoj thashtë, Eni thashtë të temë. Edhe ku bëm takim në mujt qershor, Më kërkoj për vajza o babi tha do me apër shtë letë në Itali, se vajza nuk shkon do të paleti në Itali. Qartë, është minorene dhe duhet prokura jote. Bravo. Edhe, më dhe që pse e duke qarë, këto vajza, ku bëm takim në muaj qershor, ishtë ka qenë data 10 ose ma që dhe po në data 10, 13 qershor. Edhe duke qarë këto paka, babi tha më marë, sepse po më tha më baka shumë se se mu dhimë, se edhe një dhash lehë. Por vajza të kërkoj t'i jepje prokurën se do shkonte me nënën në Itali. Po, të shkoj me nënën në Itali, po. Do shkonin për pushime apo tek njerëzit e tyre në Itali? Edhe për pushime edhe për tek njerëzit e tyre në Itali. Ka një tezë kjo, sikur ka një tezë në Itali kjo vajza ime. E qartë. Dhe ti nga të qarat e vajzës u binde që t'ja jepje këtë prokurën? Nga të qarat, pa më dhims, po të lutë më dhims, nuk e dje ke fiti, po vlasë më dhims, se të shëpia më dhims. Për çfarë kohe ja dhe të drejtën që ajo të qëndronte në Itali? Pikrisht, atë është ma kanë hedhur. Unë i thashë të smarë bëhe dhe shku për të në hoteli, bërë të dokumentin letrat. Po? Edhe, unë i thashë, në fjallë, i thashë ti në drejt, ja të thashë afat është 3 javë, 21 ditë thashë bolë i ka, dhe sa dojë thashë ka, 3 javë në Itali thashë bolë thashë ka. Edhe mirë kajtë. Tani e bërë të plëtsojë atë dokumentin, të shi, te dokumentin se ka plëtsuar, sa do, se me zgjuar, të zgjuar, atë më ka hedhur mu kë, atëre ka bërë pafat në pakjan. Por ti nuk ka... E ka bërë pafat, atëre ka bërë pafat, 21 ditë.
Po ky është gabimi i madh i shqiptarëve, që çdo dokument e firmosin pa lexuar. Ti nuk e kërkove dokumente, ta lexoje? Jo, më e lexova të lutem, po se nuk e dija se do shkoj këtu. Tash jo, them që jam, këto jam budalla, lutem sepse ma hodhi pa të që nuk e dija as hajt më nga që është lëvizje lirë për 90 ditë. Është çfarë për lëvizje lirë për 90 ditë. Është për 90 ditë tash nuk e aty jo, tash unë e kuptoj që ka përgatitur. Sepse nuk Pra, ti shkove te noteri i dashur Ylli me mendimin që do jepje 3 javë të drejtë ish grua stike me vajzën në Itali, por firmosi një dokument pa afat, pa e ditur. Po. Dhe çfarë ndodhi më pas? Vajza kur u nis në Itali me nënën? Është nisë me datë 19 duke të nisë nga porti i Durrësit me traket. Po. Edhe biles atë natë që je nisur të me datë 19 qershor, ka marrë polici duka një, ka marrë, a je bëgjisa të kishin letët me vete, a je ka marrë telefonin, se pa me shumë një, a je këta letët të vazë të shkën Itali, po dhe shia, sepse dikur, pas të shkën Itali, i ka mas bërë një kërkesë të policia që ndërën në Tiranë, që filan emër, filan vajzë që pale e dimë shkodët kufit e Shqipërisë pale e dimë, nuk ka lëndot. Ka që pasë që do bodën divorë, që këtonë. Por pse e qartë? Kishe frikë në atë kose? Po kishe, e pata në hatur në paka shumë që kjo, adhe më të largohet, këtonë. Më të largohet, po t'ju në zësharë, më të marrë vajzë, më të largohet. Edhe, basi u po kjo deklaratë notariale, të që e shfëshizohet ajo që pata bërë, dhe që e mori kjo, duka një, ka marrë të natë në 19 të që shoj bje, ka marrë në telefon po, ti tha je pletha vajzë, sepse me që kishtë deklaratë notariale, je pletha të shkoj vajzë në një po dhe që jam, edhe kash, edhe këta ka kaluar, datë 19 që shkoj të misë të të. Dhe çfarë ndodhi tani, Ylli, mund të ma tregosh, vajza mbriti në Itali dhe ti fatkesisht ke humbur kontakte sot me vajzën tënde, por më trego çfarë ndodhi. Po tani shiko, rrjetet sociale nuk funksionojnë çfarë, nuk e asnjë mësa po të nesër nuk do mundohet të komunikoj fare, asnjë komunikim, asnjë shëmbëllë çdo gjë. Se edhe lash në bazë, çfarë nuk kanë thash telefon në bazë, s'kam thash telefon, edhe lash nuk u bë gjë. Të sheni nga shtatori, tani thash edhe kohë të fillon në shkolla prapë. Të nuk erdhën. Edhe se atëherë 2023, kur në 2023 që po e një këto, kam hapë seancë gjyqësore në 2020, po vjetë 2025, një qeshor vjetë. Por ndalimi pak, ti ke humbur kontaktet me vajzën tënde që prej qeshorit të vitit 2023. Po. Nuk e folur asnjë në telefon? Jo, s'kam folur fare, edhe unë kisha pak ishte diagnostikuar nëna ime me një sëmundje të randë. Ishte shumë mirë, që vëllon dhe Ester, edhe ditë pak shumë vajzë e me këpëton me gjithë ishtë duran, edhe kur ikim të në qeshoj ishte, nëna ime ishte shumë ishte qiloti, që vëllon dhe Ester këmë në gjithë, po ishte me shtimin lapse, të bënd të reze, nëna ime, edhe në nëntor të vitë 2023, nëna ime dha shpirt që nuk jetoj me adhe, pas të jepte shpirt kjo nëna ime, aty ka që jam preko shumë dhe tani jam preko thonë, ta nëna tha, Ylli tha unë do të pasë të desna, do të të shkri pasë të të kash. Edhe aty preko shumë dhe nuk kisha adhe, këta kur ajë nënës unë, i dhash, në dhe vajtë dhe shka pëtarë dhe sëtash, ka pëtë sëtash shtetë, që pëta bërë atë dhe në cipë të kjo policia shtetë, të kjo gjukatë dhe kjo. Edhe nuk e erdi vajtë dhe nisë në në fëtish. Edhe duhet të them që të shenë 10 dhe qeshor të 2025,
Hapa gjyqi, gjyq po në Tiranë. Të shkalla parë jurisdikcion përgjithshëm Tiranë. Po përpara se të kalojmë te gjyqi, më lejo të pyes si tash ylli. Në momentin që vajza u nis drejt Italisë me nënën dhe ti në mirëbesimi dhe një prokur, ajo që në atë moment që mbërriti në tokën italiane, fiku telefonin dhe mbylli çdo lloj rrjeti social që ti mos kishe mundësi të kishe kontakte. Ti nuk munde do të vije tek ish njerëzit e gruas, ose me ish kunatën tënde në Itali të flisje, sepse ajo atje kishte vajtur tek motra e saj. Po. Nuk kam asnjë kontakt me këtë zonë, shikoj, janë ftohtë të gjitha të plotë modelë, tash unë nuk mund të shikoj ato njerëz të ish gruas. Për vajzën tënde. Po kam shikoj, të lutem, me që përmendë të ka qenë atëherë ministri i Brendshëm, ka qenë Sami Tahiri. Që ke ishë gazetari dhe ka qenë atëherë Sami Tahiri. Për mua është zoti i burr, për mua. Sami Tahiri atëherë kishte tek policia fushkryes, aty përballë porta, kishte shkruar aty për do ankesë, kishte lënë numrin e telefonit atje për do ankesë me një telefon për mesazh diçka të tillë, Sami Tahiri. Po do të marrë numrin. Shkojta me mesazh, do hap me telefonin e ministrit Mençur. Shkojta mesazh, burrësh atë natë ka marrë në 8:30 darkës, ka marrë telefon. Ky drak kishte folur me policinë e fushkryes ky Samiri. Po. Ishte sigurt me këtë sepse unë kupton nuk takoi vajzën, vajza kjo e pat marrë pa shkuar tek njerëz të gruas. Apo që tek pas të shkon ngali. Ki pa shkuar tek njerëz të vet. Ka marrë telefon vetë, ka dëgjuar policinë, ka shkuar, më thamë ky me mesazh, normal, me mesazh. Samiri më tha të ke shkuar edhe nesër, thotë ke poshta policisë fushkryes, do të tregoj vetë ato çfarë do të bëjmë, çfarë do të bësh. Bravo. Shkova aty të nesër shkova të nesër te policia fushkryes, kontaktova aty dhe atë më morën me çuan tek shtëpia të ish vjetër, do të aty ishte kjo në vajzën time. Edhe mua atëherë mora edhe këto nënën time se nëna ime ishte gjallë. Kuptoj, me ndihmën e ish ministrit të mbrojtjes së asaj kohe ti arrite të takoje vajzën. Por në momentin që dalim te viti 2023, sepse ai është momenti kyç, kur ti fatkeqësisht undave me vajzën tënde. Me ish vjerin nuk pate kur kontakte për ta pyetur, ore ku është çuka jote se kërkoj vajzën time? Jo, fare, leqë unë nuk në fare, nuk policia si këtu, policia fushkryes këtu kam shkuar tek policia, jo tha, si shtuat ti shkot tek ish vjetër, unë thash nuk shkoj dot, po thash shkoni ju, thash jo, shkoj shtep, thash nuk shkoj dot në shtëpia e ish vjetër. Po s'kam asnjë të drejtë shkoj, pse po s'u do të ik, do të jetë diçka tjetër, do të një kudium më vonë. Unë tani s'u të parashikoj çfarë do të bëj ish vjetër, po. E qartë. Shko shteti që të kemi shtet shko shteti, kupton. Logjikisht ti drejt. Nga viti 2023 deri tani që flasim janar 2026 të flasësh me ish gruan për vajzën? I ke zero kontakte? Është i gjatë, gjo, unë ma që po, s'kam të kontaktuar fare, në kjo ish gruaja ose vajza ime, i kishte marrë vesh ka vdekur nëna, pasi shkojmë të në Itali, pasi shkojmë të në Itali, nëna vishte në nëntor, se më bëhe falë, vishte në nëntor, edhe ka marrë, me një që quhet një adresë false, kupton shumë një kërkesë shoqëri në Messenger. Po. Edhe unë e pranova. Edhe ishte kishin vajzën se gruaja, këto. Gruaja ish gruaja ose vajza, nuk kupton, edhe më solli ngushëllimet, kupton. Kjo vajza solli ngushëllimet se nëna tha e mori Zoti, po thash kaq, thash ka ngel tash pishmang tash pse thash nëna ime thash pas se ti do të shtash të shkon aty. Edhe kjo ka shkuar ngel tash pishmang. Kjo tha nëna tha mori Zoti, tha çfarë tronë tha vetë kujton e kaq, ai që tu s'kam asnjë kontakt me matë atë. Plas në atë adresë fal se u mbyll ajo. Pra, ato ikën në qershor, në nëntor të vdiq nëna, të erdhi një mesazh, por se ta dërgoi vajza, se ish gruaja. Ka ardhur nga viti 23, ka ardhur nga fillimi i vitit 2024. Po, disa kohë pasi kishte vdekur nëna jote.
Dhe nga i moment ti nuk fole më dhe nuk ke kontakte. Jo. I detyruar të ti drejtohesh gjykatës dhe me të drejtë i drejtuar gjykatës dhe më tregon çfarë ka ndodhur. Bravo, po. I drejtohesh gjykatës më që shkon tek policia në Tiranë, ato thonë më drejtohet gjykatës. I drejtohet gjykatës se është bërë gjyqi është bërë në vjet në qershor, në 13 qershor është bërë ajo sanë gjyqësore. Po. Unë pagoj 200.000 lekë të vjetra vetëm për me që mori avokati, por me atë pagesa e kuptoj. Po, edhe ku bërë sanë gjyqësore me datë 13 qershor, sanë gjykata e shkallës parë i Regionit të Përgjithshëm Tirane e ka cilësuar atë marrje të padrejtë fëmijës, edhe e ka gjërbitur me 1.000.000 lekë vjetra ose 100.000 lekë traja gjotë. Kaq. Por që Ose apelova, s'ka herë se kam qenë në apel. Unë tani mora vendimin e gjykatës, këtë vendim e gjykatës shkova tek Ministria e Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë patjetër që mund të ndihmojë dhe lidhet me autoritetet në shtetin italian, ku dërgon një vendim gjykate që ish gruaja juaj është gjobitur me 1 milion lekë të vjetra për marrje fëmije pa të drejtë nga babai, kështu që ke bërë shumë mirë që ti je drejtuar gjykatës, e ke fituar, ke një vendim gjykate, sepse ajo ish gruaja jote që në momentin e parë që mund të kthehet në Shqipëri, ndalohet në kufi. Se ka një vendim gjykate. Shiko, dëgjoj ta hajë më fal që po të kundërshtoja. Jo, çështë me urdhër të gjykatës apelit, jo të shkallës parë të Državës së Përgjithshëm. Unë di që vetëm po të hedhësh në apel, po të ishte nga apeli, jo. Jo, nuk ka lidhje. Ka një vendim gjykate që ata e ka dënuar me 1 milion lekë të vjetra, që është shkalla e parë, që ajo nuk e ka apeluar, as disa ka apeluar dhe është ajo në fuqi. S'ka lidhje. Ndoshta jo e ka apeluar, se kam pyetur ato pak a shumë se shkova prapë në kjo, sepse nuk ka vull të saktë, nuk ka vetëm një vull kjo vendim gjykatës, ka vetëm një vull, s'ka dy vulla këtu. Por ti shkon tek gjykata shkalla e parë ndryshon të shikë këtë muaj të shpas e ri. Thash pse tash ke bërë tash kështu sa ka këtë vendim gjykatës ka mundësi tash, sepse më thanë noteri këtu shkas ta përkthehet pak në italisht që mungonte një vull. Urdhën vendimin e gjykatës shkallës parë të Përgjithshëm. Është një vull, më tha mua, ndoshta ta e ka hedhur në apel, sa mos sekretaria e gjykatës shkallës parë, jo se sa mua. E qartë, do që të jetë, ti duhet të kuptosh një gjë, që ajo le ta hedhi në apel, ligjin e ka shkelur ajo. Dhe sigurisht edhe apeli mund të lërë në fuqi vendimin e shkallës parë ose mund ta shpërsojë më shumë dënimin për atë. Për këtë ti je i sigurt. Kështu që ke bërë shumë mirë. E kuptova, po nuk ndodh kjo sepse ajo është në Itali me gjithë vajzën. Por gjithsesi ajo një ditë do vinë në Shqipëri dhe padyshim që do ketë probleme me ligjin shqiptar, sepse ti i je drejtuar gjykatës dhe ka një vendim dhe ke bërë gjën e dur. I dashur Ylli, unë dua të pyes dhe dua të më flas së shapur. Ajo pse akmerret me ty dhe nuk ta lë vajzën në telefon, se më duket pak e çuditshme. Ajo kërkoi divorcin, ti nuk e pengove, ajo iku. Po në të shoh deta është të pranë, sepse ai thot, shiko. Është urrëtia ti, deta është urrëtia. Ta them, jam shumë i zhgënjur, shumë i nga është gruaja, nuk e di çfarë. Çfarë dyshon ti? Çfarë dyshon ti? Sepse ato pse ajo, çfarë dyshon ti Ylli? Pse ajo ta pengon vajzën? Pse ta pengon vajzën, këta nuk e di se është urrëtia, në është urrëti, nuk e di sepse nuk e di çfarë urrëti, nuk e di. I dashur Ylli, të ka marrë malli për vajzën. Po normale më hëtë të sesionë, se shikon, kam në shiktojnë gjë ashtu emocionale, kam qarë këtu në të shtëpia, të shtëpia, se unë këtu, të shtëpia mi janë vetëm, këtu nuk kam, sepse nëna tish, në babajnë e kam e paralizë, e di që është paraliza, është sumu me paralizë. E kuptoj. Dëgjoj. Unë si vjetë, në 10 orë,
Unë kam një motër që është martuar motra ime. Edhe jeton në Itali, po është familjesht në Itali motra ime, në Ancona. Edhe ma përprej biletin mua jo me avion në vajtje ardhe motra ime, që të shkoj ati për vetëri, këpëton, edhe unë për vetëri të ishë në Itali. Edhe tako dhe papa, se papaja ka me paralizë, papajnë tim. është me paralizë dhe ka shërbimat mirë në Itali, papa ime është tek motra të vajza vetë, tek motra ime. Edhe shko të tako dhe papajnë në Itali edhe pashtë mua dhe familjen e klasë njipin atë mbesës që ka 4 fëmijë motra ime. Edhe të tuam të shkëm të policia italiana. Plus ta që të mbyllesh në takim të fuqësh dhe policia italiane, plus ta që nuk krejmë punë sepse duhet tha ato vetim të gjykatës, vetim të gjykatës nuk e para marrë. Duhet për kthehen në Itali ishte. E qartë, pra kur ishe në Itali mendove që të vije në polici të bëhe denoncimi, po s'kishe dokumentat me vete? Edhe ai dhëndri të hanë burin motrës, kishte një policë shumë italiane. Aty kishte një policë italiane që njihte, kishte muhabet. Edhe shkoj takoj të policin dhe i tha këto shumë me fjalë, këto kështu temën time. Histori. Dëgjoj, edhe më tha, unë tash shiko tha, të shkoj në Shqipëri tha, ylli tha do të marrë tha vendimin e gjykatës të Krujës, ka qenë Krujës që divorci. Ka qenë divorci edhe tha deklaratë notariale që ka dhënë leje për të shkuar në Itali. Do i përkthej në italisht. E qartë. Për të bërë një denoncim në shtetin italian dhe kjo është një gjë shumë e mirë, nëse ti ke mundësi që ta bësh. I dashur yllim. Ta përfundoj. Edhe tha ti përkthej në italisht, misionet e punë gjithë bëhet denuncita këtu në Itali tha e policia, këto italiani. Ta ti bëhet këto dokumenta. E qartë. Unë sot i mori ajo notere këtu në Fushkruj, një notere që është që përkthej italisht. Edhe do thëmë, do vishta të marrë tjetër dhe të marrësh dhe ato letër të këshimit. Dhe bën shumë mirë që ta bësh dhe denoncim në shtetin italian. Dhe shkoj prapë me kispetin në Itali, të bëjt denoncim atje, të policia, këpëton, që të qenë ato motra me dhëndën. Edhe të bëjt denoncim atje, si mas po. Nëse ish gruan tënde, do e kishe përballë si që më ke mua sot. Çfarë do i thoshe? Është ajo që të ka penguar vajzën që prej 2023-shit që ti nuk i dëgjon zërin dhe nuk di se ke parë sa është rritur, si është jeta e saj. Çfarë do i thoshe ish gruas? Po që të thoshe atë jo, dhe tup të kesh dhe kaq, të kesh tup të kesh dhe kaq, shëtë dhe jo, dhe kaq, që s'bët ke punë. Nuk bët ke punë, thash, pishmang, i them në piritin nga fshati, pishmang i madhi ishte kjo, vishë nëna parë vajtën time, vishë në ime, që vishë në mujnë nëntorë. A ishte pishmang u madhë, vdesi nëna, ujë pu një ndera, ujë dhe të shkyta shëmi dhe pasë të vdesi. Edhe, a e bëgjën pishmang, tjerë do të shumë me pa fëmi, nuk dhe nga që nuk nësë. Vajza sa vjeç është? Tani me datë 8, se ka të dinë, vajza ka me datë 8 nëntor, 2011 ka dinë, dhe ka bërë 14 që ka bërë të shimë në 8 nëntor që kaloj. Ka bërë 14. Po vajzës, dëshiron t'i thuash diçka? Po së të shëndiro, të normalit të shëndiro. Po normalit të shëndiro të shëndiro që ka pa puna që ajo pra kjo largësia nuk disi ku të ndodhë, si rritët, si e të gotë, si e këpëtë të shemë, përpaj nuk i qëfar mësime shka marë, si e rritëkuar, si është rritër, si është... Nuk e di. Edhe, për normal që kam dëshirë ta shkoj për edhe që se shkoj edhe që të dhe përqefoj edhe... Se ka marrë malë, një baba i saj biologjik, Ylli, është e qartë. I dashur Ylli, unë do bëjt pa mundrën për të arritur një kontakt me ish gruan tënde, uroj dhe shpresoj që ajo të më përgjigjet, dhe ta uroj me zemër që të bashkohesh sa më shpejt me vajzën tënde, kështu që do mbetemi të dy së bashku në kontakt. Shumë faleminderit, edhe të shëndet edhe sukses edhe faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë.
Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme, histori reale shqiptare. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më besoni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër.